Zotë është i madh, sa ne ti qenë Zotë. 45 familje në Prizren përfituan një ndihmë të çmuar fal aksionit humanitar të shoqatës Bereqeti. Në prag të festës së 28 nëntorit, kjo iniciativë solli pajisje të ndryshme shtëpiake për familje që po përballen me vështirësi ekonomike, duke u dhënë atyre pak më shumë siguri dhe ngrohtësi në këtë ditë feste. Drejtori i shoqatës Bereqeti në nivel vendi, Gjeladin Fazliu, theksoi se ky aksion ka për qëllim të lehtësojë përditshmërinë e familjeve dhe të sigurojë mjete bazike të domosdoshme për shtëpinë. Sot jemi këtu në Prizren, ku po dhurojmë për 45 familje teknikë të bardhë, lavatriçe, shporet elektrik dhe frigorifer, po edhe enë të kuzhinës dhe disa pajisje tjera të cilat janë shumë nevojshme për familjet. Dua të shfrytëzoj rastin nga kjo kronikë që t'i falenderoj gjithë ata kontribues, ata donatorë të cilët na kanë mbështet këtë sezon të dimrit, po edhe me këto pajisje shtëpiake të cilat janë shumë nevojshme për familjet nevojtare. Koordinatori i Bereqetit në Prizren, Kurtish Hoxhaj, u shpreh se përgjedhja e këtyre 45 familjeve është bërë me kujdes, duke u bazuar në nevojat reale të secilës prej tyre. Kemi përgjedhur 45 familje të cilat janë furnizuar me frigorifer, rroba larse dhe shporet elektrike dhe me pajisje tjera apo dhe gjëra tjera të kuzhinës. Përgjedhja familjeve në këtë festë është bërë duke filluar prej veteranëve, familjeve me jetim, nonave të ushqyese, raste sociale, nga komunitetet të cilat jetojnë në Prizren. Familjet përfituese shprehen falenderimin e tyre për këtë mbështetje të ardhur në një moment të rëndësishëm. Sot shumë jemi lumtur me shoqatën Bereqeti, sidomos me Hoxhin Kurtishin, se më ka sjellë një frigorifer shumë të mirë, më ka sjellë sikur pas nevojë për çata, se më pas një të presht. Unë desha tomën, se kur po më falin tomën, s'kisha ku me lëmë më presh këtë tomni. Hoxha të na majt me shpirt e me zemër të na majt Hoxha Kurtishi. Që mendojnë për neve që na ndihmojnë, që kujdesen ju këtë për neve, Allahu ju shpërbleft. Faleminderit shumë. Shoqata humanitare Bereqeti do të vazhdojë edhe në të ardhmen me aktivitete të tilla, me qëllim që sa më shumë familje të ndihen të mbështetura dhe pjesë e atmosferës festive të 28 nëntorit.